Parku i ri Kengo Art, i cili po ndërtohet në Petrel, do të jetë gati në vitin 2026 për vizitorët dhe për artistët të cilët duan të ekspozojnë veprat e tyre. Kryeministri Edi Rama inspektoi kantierin e punimeve, ku tashmë godinat e vjetra do të tjetërsohen në një hapësirë për qytetarët. Detajet e kësaj strukture të re u dhanë nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritan Agolli, i cili i shpjegoi kreut të qeverisë se projekti shtrihet në 2 zona kryesore. Projekti shtrihet në 2 zona. Zona e parë është kjo zona e 2 zona mata, ku është në... Ka ecur goxha. Praktikisht ka mbaruar pjesa e përforcimit, që është bërë komplet nga para, këto kanë qenë godina të rënuara, dhe kanë filluar pjesën e rifiniturave të brendshme dhe pjesa e suvatimeve të brendshme që do jetë me suva akustike dhe kundra lagështirës për që janë të veçanta për këto lloj funksionesh. Ndonë se i gjithë parku është 32.000 m2, sipërfaqja e ndërtimit do të jetë 7.400 m2, duke u bërë një nga hapësirat e ekspozimit më të madh të artit në Tiranë.